Pesë ndeshjet e xhiros së parë të sezonit të ri në ligën e parë të futbollit vendor prodhuan 5 fitore të vendasve me 20 gola të shënuar, prej të cilëve 19 ekipeve vendase dhe vetëm gol për ekipet mysafire, një autogol dhe 2 penalti, një rezultat nga Bunjamin Shabani i Struga Trimlum dhe një i humbur nga Besart Ibrahimi i Shkëndijës. Kuqezinte nisin me fitore bindës e sezonin e ri në ligën e parë, duke mposhtur Skopjen 3-0 me golat që i realizuan Nxengue, Tamba dhe Rafa. Shkëndija dominoi lojën gjatë 90 minutave, krijoi shumë raste, por realizuan vetëm 3 prej tyre. Besart Ibrahimi në minutën e fundit të lojës nuk e realizoi 11 metërshin. Pas ndeshjes, trajneri Pollozhani tha se është i kënaqur me rezultatin, por jo dhe me lojën. Duke u bazuar ndeshjes, unë jam i kënaqur vetëm për rezultatin, sepse rezultati ishte fitoria jonë, por që unë mendoj që ne duhet të kemi qasje tjetër. Për vetë faktin që ne duhet të rrisim nivelin e vrapimit, duhet të rrisim nivelin e ritmit, sepse do na duhet pastaj edhe kompeticionin tjetër aty edhe jemi në Kupat e Evropës. Nuk jam i kënaqur, pavarësisht asaj që fituam me 3-0, por që qasja do të jetë aktualisht në nivel lart, sepse në momentin që ne nuk kemi ritëm, në momentin që ne futemi ke ritmi i kundërshtarit, ajo do na bëjë dëm, sepse është e patjetër se nuk ka shanse që ne të futemi ke ritmi i kundërshtarit ose të marrë ritëm tuaj. Po dje, fitore të thellë me rezultat 6-0 ka regjistruar edhe Sileksi në përballjen me Bashkimin e Kumanovës. Kjo fiasko e kumanovarve ndoshta edhe është pritur pasi ekipi me përgatitje ka filluar vetëm disa ditë para fillimit të sezonit të ri. Struga Trimlum sezonin e ri e nisi me fitore të sigurt, pasi mposhti debutuesin në elitën e futbollit vendor, Shkëndinë e Haraqinës 3-0. Në këtë ndeshje, futbollisti Bunjamin Shabani luajti ndeshjen e 200 për ekipin Struga Trimlum. Me këtë rast, klubi e nderoi me një fanellë speciale me numrin 200. Kampioni në fuqi, ekipi Vardarit shënoi fitore 2-0 kundër Bregallnicës. Në ndeshjen hapse të premten, Tikfeshi mundi arsimin 5-1. Java e dytë e sezonit vjeshtor luhet me 8 dhe 9 gusht.